Partia Socialiste e Vlorës nëpërmjet kryetarit të saj Klevis Kaso gjatë një deklarate të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të njëjte, ju bën thirrje qytetarëve që të marrin pjesë me përgjegjësi qytetare në zgjedhjet e kësaj të diele të 9 nëntorit. Sipas kryesocialistit Kaso, kjo e diel është më shumë se sa një proces zgjedhor, është një moment për të treguar se Vlora mbetet një qytet i angazhuar që beson në zhvillim, në bashkëpunim dhe në punë konkrete për të ardhmen. Të dielën më 9 nëntor secili prej nesh ka një detyrë dhe një përgjegjësi qytetare. Të marrë pjesë në votime dhe të jap mbështetjen për kandidaten ton zonja Bruna Mersini. Kjo ditë është më shumë se një proces zgjedhor. Është një moment për të treguar se Vlora mbetet një qytet i angazhuar që beson në zhvillim, në bashkim dhe në punë konkrete për të ardhmen. Kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Klevis Kaso vlerëson kandidaturën e Brunilda Mersinit si një grua të përkushtuar, një profesioniste me integritet dhe një zë të fortë për qytetarët. Bruna Mersini është një grua e përkushtuar, një profesioniste me integritet dhe një zë i fortë për qytetarët. Ajo përfaqëson frymën socialiste që ndërton me përulësi, punon me përgjegjësi dhe i shërben njerëzve me dashuri për komunitetin. Ne socialistët kemi dëshmuar gjithmonë se dim të jemi të bashkuar kur vjen fjala për të mirën e qytetit tonë. Gjatë deklaratës të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kreu i socialistëve të Vlorës Klevis Kaso fton qytetarët që të dalin masivisht ditën e diel të 9 nëntorit në zgjedhje. Le ta kthejmë këtë ditë në një shembull të demokracisë dhe bashkëpunimit, në një dëshmi se Vlora është gjithmonë në krye të zhvillimit, thot Kaso, ndërsa qytetarët mund të drejtohen kutive të votimit, qysh në orët e para të mëngjesit, ndërsa qendrat do të jenë të hapura deri në orën 18 të pasdites. Ndryshe nga herët e tjera, për të veçuar është që KQZ-ja ka vendosur që ora e përfundimit të procesit të zgjedhjeve të jetë jo më 19 e mbasdites, por 18. Prandaj ju ftoj të gjithëve, të rinj, të moshuar, gra, burra, banor të qytetit dhe të fshatrave të Vlorës, që të dilni të dielën dhe të votoni për Bruna Mersinin. Le ta kthejmë këtë ditë në një shembull të demokracisë dhe bashkëpunimit. Votoni për Bruna Mersinin, votoni për Vlorën që duam.